Bashkinë Kuçov u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak për muajin korrik e drejtuar nga kryetari i Këshillit Aleksandër Ziu. Në mbledhje ishte i pranishëm dhe kryetari i Bashkisë Kuçov Kreshnik Hajdari. Pas miratimit të proces-verbalit të mbledhjes së kaluar dhe rendit të ditës, këshilltarët paraqiten problematika dhe shqetësimet e komunitetit, ndërsa vjoj shqyrtimi i projekt vendimeve të parashikuara. Mes tyre u miratua ndryshimi i planit të buxhetit për blerjen e orendive për shkollën Aleksandër Markacini, bashkëfinancimi i festivalit ndërkombëtar të filmit të pavarur KIFF, si dhe përfaqësimi i Bashkisë Kuçov në strukturat vendimarrëse të grupit vendor të veprimit Zëri Beratit. Këshilli miratoi gjithashtu projektin për ndërtimin e një muri gabion për mbrojtjen lumore në fshatin Sinec, si dhe ndërtimin e 2 rampave mbi përrua në fshatin Lumas dhe Luzaj. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte emërtimi i parkut të pishave me emrin e Soti Rafaelit. Gjatë mbledhjes u paraqit edhe informacioni mbi furnizimin me ujë të pishëm në territorin e Bashkisë Kuçov, ndërsa u miratua dhe lista e 5 aplikimeve të para në kuadër të ligjit për paketën e maleve, nisëm që synon zhvillimin e zonave rurale dhe nxitjen e investimeve. Mbledhja u zhvillua me diskutime mes këshilltarëve dhe kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, i cili u përgjigj pyetjeve dhe çështjeve të ngritura gjatë seancës. Në përfundim të gjitha projekt vendime të paraqitura në rendin e ditës u miratuan me votën pro të anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Kuçovës.